Fusheri kampioni i Shqipërisë dhe menaxher Kristian Demaj rikthehet nga Gjermania në Shkodër për të boksuar për vllaznin. Ky është lajmi më i freskët për boksin shkodran. Kristian, mirë se erdhe në Shkodër. Mirë se gjete ka. Sa vite ka që jeni shkëputur nga Shkodra dhe jetoni në Gjermani? Po bën tash 4 vjet. Dhe patjetër ju ka munguar Shkodra, ju ka munguar kjo palestër. Patjetër, unë vej 2 herë në vit në Shqipëni, gjithmonë në Shkodër. Edhe por aty ka si veçantë kur vit të kjo palestra se këtu ka filluar të gjallë. Me këllën kujtimet bukura. Në momentin e parë kur trajneri i vllaznis Ladrejn Vila bëri të ditur lajmin se Dema do t'i bashkohet vllaznis, ka interes tek tifozeria shkodrane. Po patjetër se tentativat, bisedat kanë filluar me kohë, me muj, edhe më në fund gjetën një dakordsi, edhe unë isha i gatshëm që të ndihmoj vllaznin për të fituar titullin në rrallë kampion. Nuk është hera parë, kam kanë edhe vite tjera që e kam ndihmuar edhe pse kam jetuar në Gjermani. Edhe kësaj herë do ta përsërisem edhe herë, do t'jap suportin tim. Sado i vogël që tjetë do t'a jap që vllaznia dalin kampion edhe kësaj rrallët. Kurse për tifozat e vetmja gjë që më vjen keq është që nuk do të bëhet në Shkodër kampionati, do të bëhet në Tiranë. Dëshira jam e madhe ishte që të bëhet në Shkodër, që do ta muqim edhe pallatin e sportit, ashtu si i takon. Se do thotë që Kristian Demaj ka ardhur nga Gjermania për të shpallur, për të kontribuar për vllaznin kampion. Po. Jeni bindur për një gjë të tillë? Po, absolutisht. Unë kam 13 titull kampion kombëtar. Sa rrallë do të jetë katomajti me grup moshat që mos bëjmë spekullime edhe jam shumë i bindur që do të dalë kësa rrallë kampion se nuk vi për Gjermani të në hupë. Si është forma sportive e Kristian Demaj, sepse kemi kohë që nuk kemi komunikuar? Shumë mirë. Stëvitja bëhet e vazhdueshme, majtja e gjenjes optimale është e vazhdueshme, patjetër që ka ngritje ulët të veta, por ne do të tentojmë edhe do të rrim gjithmonë në atë zonën që është larg rreziku dëmtimeve, sepse kjo është shumë e rëndësishme për sportistët, sepse po ndajtin gjithë vitin me 100%, dëmtimet atë janë pashmangshme. Ju jetoni në Gjermani, në qyteti? Stuttgart. Dhe atje boksi është pjesë e jetës tuaj, patjetër. Patjetër, se unë ushtroj, jap mësim në 3 palestra boksit, 2 në këto 3 janë palestra kickboksit, që kena një marrëveshje me pronart që baj kurse boksit aty, një kursisht, baj edhe në një shkollë 9 vjeçare, jap kurse boksit për fëmijët prej në klasë parë dhe në klasë parë. Një aktivitet shumë planësh që Kristian Demaj, ka si e veçantë, është boksimin në ring, jeni shprirë në fushat e tjera, ka tregon se niveli reputacioni i Kristian Demajt në Gjermani ka ardhur në rritje. Patjetër, fillimi ka qenë i vështirë, se fillimi i emigracionit çdo emigrant mundet me vërtetu është i vështirë, por unë gjeta shumë shpejt vedin në fushën teme, në zanatin tem që të qojmë ne, e cila është pjesa sportit, e cila është boksi, edhe sepse unë punën full time, jam një menaxher që menaxhoj një palestër fitnessit, e cila ka rreth 1000 anëtar, që më thonë që unë shumë shpejt, pata edhe fatin e mirë që shumë shpejt e gjeta vedin aty për cilën shkova që shfillim, me kontribu, edhe atë që di unë për sa i përket sportit. Dhe këto seancat para servitore në palestrën vllaznia me trajnerin Vila, ju shikoj shumë intensiv, i përkushtuar, po ju shërben për të arritur për të kapur formën e duhur. Po s'mundet me këtë ndryshë, se unë t'jemi sinqert, unë erdha këtu me bua lehtë, por kja palestër të nxjerr atë 110% që në tanë, edhe nuk mundesh me bua pak e lehtë këtu. Kur vjen këtu, do të bësh 110%. Unë pam duke komunikuar edhe me kryetrajnerin Xhef Gjoni, por pranë tij edhe një mjeshtër i madh i mundit të Elias Burit, të cilët shprehin se kënaqur dhe gëzuar se Kristian Demaj po rikthehet të boksojë për vllaznin. Po, jam lumturon jashtë masë që figurat e tilla shfaqin haptas dhe një respekt, një kënaqësi, një tifozlek ndaj meje, që tregon që në dekadën e fundit kanë bërë çdo gjë mirë. Do të boksoni patjetër në peshat e rënda? Po.
konkretisht akoma se keni fiksuar, po Jo, superior, do të bëj, se aktualisht jam 110 kg, dhe do të buksoj në peshët supertar. keni informacion për kundërshtarët tuaj? Jo, gaz, nuk më ka interesu kur më të ndajtën, kam hi mrenë, kam fitu në eshin e ka kry, a i mua vetë, kështu që nuk më interesant se ke kam përballë. Pavarësisht se kjo do t'jetë një kënaqësi, sepse do t'jetë titulli i parë që të cilën do të fitoj në peshën supertaran. Se si që dina, Nelsoni ka fitu në vite më radhë, tash nuk ban më në boksin amator, edhe do të ngjitem unë në shkallët e tija dhe për mua është një kënaqësi. Me çfarë po thoni, do të krahas boksit olimpik, jeni konkurrues tek vllaznia, do të vijoni edhe karrierën si boksier profesionist. Po, patjetër, sepse pak të 10 vite të fundit lejohet me bën në të dyja kategoritë, edhe boksin amator dhe boksin profesionist. Edhe aty jam aktiv. Ishim me Kristian Demën, të emër kaq të spikatur të boksit shqiptar dhe ati shqiptar, por tashmë i përket edhe boksit gjerman dhe me gjërë se të jeton për disa vitesh në Gjermani, ati ku drejton edhe një ekip dhe një palestër boksi. Kristian, ishte kënaqësi që u takuam pas kaq vitesh përsëri në palestrën e boksit të vllaznisë. Dhe lajmi më i fundit është se Kristian Dema i ka ardhur nga Gjermania për të kontribuar në formacionin e vllaznisë për të shpallur kampionë e shqipërisë. Besoni patjetër. Patjetër. Faleminderit shumë gaci. Suksese në rrimun e kryeqytetit, atje ku vllaznia shpeshherë ka treguar se ditë të triumfit. Patjetër, do ta bëjmë. Respekt e suksese.